Lumi i Kirit po përjeton një rënje të ndjeshme të prurjeve ujore, një situatë e rrallë për fundin e muajit janar. Pamjet e realizuara para ditën e së shtunës tregojnë qartë se pjesa dërmuese e shtratit të lumit është e tharë, ndërsa kanë mbetur të dukshme vetëm gjurmët e vërshimeve të mëdha ujore që u shënuan gjatë 10 ditësh të parë të këtij muaji. Devijimet e shtratit dhe gërmimet e bazamenteve të kolonave të urës janë dëshmi të qarta të këtyre prurjeve intensive. Megjithatë, ato përbëjnë edhe një sinjal alarmi për nevojën e ndërhyrjes, pasi disa prej tyre në gjendjen aktuale ku kanë bërritur si pasojë e gërmimeve rrezikojnë shëmbjen. Ulja e nivelit të lumit Kir në këtë periudhë është një faktor pozitiv për situatën hidrike të qëndrueshme të Shkodrës, pasi nuk paraqet asnjë kërcënim për përmbytje. Në mes të dimrit, kjo gjendje konsiderohet mjaft optimiste për një zonë me rreshje të shumta si Shkodra, duke shpresuar që të zgjasë sa më gjatë. Megjithatë, kjo periudhë kërkon të shoqërohet me ekspertizë teknike të detajuar si për gjendjen e bazamenteve të urës, ashtu dhe për agjinaturën mbrojtëse të qytetit, e cila në disa segmente është deformuar nga stoqet e mbeturinave të grumbulluara ndër vite. Si administratore e qytetit, përgjegjësia për ndërhyrje i takon në radhë të parë Bashkisë së Shkodrës, e pasuar nga prefektura dhe institucionet e tjera përkatëse, pasi bëhet fjalë për sigurinë publike të një vepre që është cënuar si nga faktorët natyror, ashtu dhe nga ndërhyrjet flagrante njerëzore.